Qindra qytetarë mbështetës dhe simpatizant të kandidatit socialist Vullnet Sinaj u mblodhën në Pallatin e Kulturës Labëria në Vlorë. Në një atmosferë entuziaste e të ngrohtë, pjesëmarrësit dhanë një mesazh të qartë, mbështetjen e palëkundur për deputetin aktual dhe për Partinë Socialiste më 11 maj. Kandidati për mandatin e tretë, i cili ka fituar zemrat e qytetarëve, Vullnet Sinaj, përmes punës dhe përkushtimit, mbajti një fjalim të fuqishëm me vizion të qartë për të ardhmen e Vlorës dhe të gjithë zonave përreth, duke u shprehur se një pjesëmarrje e tillë masive është dëshmi e bashkëpunimit dhe besimit që jep forcë, por edhe më shumë përgjegjësi. Ndjej një respekt nga të gjithë qytetarët, të cilët më thonë se unë kam punuar shumë. Unë kam akoma pretendime për veten time. Prandaj e dua mandatin e tretë që t'ju shërbej akoma më shumë se 2 mandatet e para. Jo vetëm zonës ku isha deputet në 2 mandate për 8 vjet, po t'i shërbej edhe qytetit më të bukur në Europë, Vlorës. Kërkohet një deputet që të hap telefonin qytetarëve të vet. Kërkohet një deputet që të vejë në zonë, jo vetëm për fushat, por çdo ditë të mandatit të tij për t'i shërbyer qytetarëve që i dhanë besën ditën e votimit. Dhe jam në gjendje si deputet me eksperiencën time nga biznesi, i cili më ka mësuar se asnjëherë suksesi nuk arrihet pa e çuar detyrën deri në fund. Sinaj e bëri me dije se takimi ishte planifikuar të mbajë në një ambient të hapur, por pavarësisht kësaj, dyert e bashkëpunimit të tij me qytetarët kanë qenë do të jenë gjithmonë të hapura. Ai ndau me të pranishmit vizionin e tij për Vlorën 2030. Numri 5, Partia Socialiste dhe Edi Rama, që t'i garantojnë mandatin e 4. Është numri 5 që ka për të dyfishuar turistët në Vlorë. Nuk ka si Partia Socialiste dhe si Edi Rama. Nuk gjendet. Mendojeni si të doni. 12 deputet në listë të hapur, shok të mi të gjithë, miq të mi të gjithë shumë të mirë. Të 12 antarë të një skuadrë, të skuadrës Partisë Socialiste që punojnë për ditë për fitoren e mandatit 4. Të gjithë meritojnë të jenë deputet. Unë shpresoj nga lista e hapur të kemi dhe 5 deputet të tjerë. Pra gjithmonë 5, dhe unë dua një dorë me 5 lartë, të gjithë bashkë. 5. Kjo është e rëndësishme, kjo është Partia Socialiste. Pash vlerësimin e punës time, se kisha parë asnjëherë vlerësimin e punës time, dhe dua ta falenderoj kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama, për politikën e hapur që ai bën në Partinë Socialiste dhe për vlerësimin e punës që ju bën njerëz. Dua dhe kam dëshirë të bëj më të mirën për qytetin e Vlorës. E ndjej që kam forca dhe energji për të punuar akoma më shumë se 2 mandatet e tjera. Unë e dua Vlorën, siç dua Selenicën, Imarën, Sarandën, Delvinën, Konispolin. Në përmbyllje të fjalës së tij, kandidati Sinaj theksoi se fitoria e Partisë Socialiste më 11 maj është thelbësore për Vlorën dhe Shqipërinë.